Mirdita, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj. Jam në prezencën e 2 avokatëve, të cilët janë pjesë e padis në gjykatën kushtetuese për shfuqizimin e ligjit të zonave të mbrojtura, ku deputetët e opozitës qartësisht kanë mbajtur një qëndrim për ta sjellë në mbrojtje të kushtetutës dhe në mbrojtje të trashëgimisë tonë kombëtare, mjedisit dhe shëndetit të qytetarëve. Siç jeni ndjeni, me datën 23 qershor ne zhvilluam seancën e parë në gjykatën kushtetuese, një seancë në fakt ku doli qartësisht edhe nga provat, edhe nga debati gjyqësor, edhe nga parashtrimet që sollën palët, se si janë konsumuar 3 shkelje të rënda të kushtetutës me ligjin e zonave të mbrojtura. Fillimisht u vërtetua së pari që ligji i zonave të mbrojtura ka kaluar pa një proces të mirëfillt të konsultimit publik, siç e kërkon kushtetuta dhe siç është një rregull i cili do duhet të ishte zbatuar në çdo pikë të procesit për të garantuar një të drejtë kushtetuese. Së dyti, ligji nuk ka asnjë kufizim për sa i përket ndërtimeve, përkundrazi limiti vetëm është oreksi i Edi Ramës. Nëse Edi Rama vendos që duhet të ndërtohet në një pikë të vogël një resort i madh, atëherë kjo është e lejueshme me vullnetin politik që nuk ndalon asgjë edhe përpara vullneteve kushtetuese. Së treti, ndryshe nga sa kanë mashtruar dhe kanë kaluar në procedurë parlamentare, ligji ka realisht një faturë financiare, një faturë e cila është fshehur ligjvënësve dhe nuk është deklaruar dhe nuk është raportuar. Për shembull, nga vetë parashtrimet e Këshillit të Ministrave, ne na vjen në dieni që harxhohen dhe parashikohen të harxhohen 820.000 euro për parkun kombëtar të Lumit Vjosa. Ju e keni parë këto ditë në fakt degradimin që ka parku kombëtar i Lumit Vjosa dhe kurioze jam se ku shkojnë këto para të kësaj zyre të re administrimi për parkun Vjosa. Të treja këto shkelje në fakt janë të treja shkelje kushtetuese dhe të treja shkelje të mjaftueshme për të garantuar që gjykata kushtetuese të marrë një vendim i cili shkon në anën e të drejtës, në anën e kushtetutës, në anën e mbrojtjes së interesit publik dhe në anën e lishmërisë së këtij procesi. Unë dua të falenderoj jashtëmase 2 organizatat mjedisore që na janë bashkuar në padin në gjykatën kushtetuese, të cilat jo vetëm kanë sjellë një ekspertizë të vyer për gjykatën kushtetuese, po kanë qenë 2 organizata që e kanë ndjekur procesin që nga momenti i sjelljes në kuvend, duke kërkuar pjesëmarrje dhe konsultim publik, e kanë ndjekur tek presidenti i Republikës, e kanë ndjekur më pas në gjykatën kushtetuese bashkë me ne, duke treguar që shoqëria civile në Shqipëri edhe aktivistët në Shqipëri realisht e kanë interesin për mjedisin dhe duan të zbatohet ajo e drejtë që i jep kushtetuta në nerin 56 të saj. Në këtë padi, ne si palë kërkuese bashkë me organizatat mjedisore nuk kërkojmë asgjë më shumë përveç se standardet europiane, përveç se standardet e vendosura nga konventat të cilat Shqipëria është pjesë dhe ka detyrim për t'i zbatuar, nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa të zbatohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Deri më sot nuk është shpikur akoma ndonjë formulë që njerëzit të jetojnë pa ajër. Deri më sot nuk është shpikur akoma ndonjë formulë që betoni të prodhojë oksigjen. Për aq kohë sa ne kemi për detyrë t'i garantojmë këto të drejta kushtetuese, atëherë ne kemi për detyrë që të jemi këtu për të mbrojtur interesin publik dhe për të mos lejuar asgjësimin e zonave të mbrojtura për orekset e Edi Ramës. Faktikisht, edhe me këtë dua ta mbyll, ne kemi bërë çdo përpjekje dhe do bëjmë çdo përpjekje për të garantuar që mbrojtja e zonave të mbrojtura mos jetë thjesht një emër në ligj, por të jetë një mbrojtje reale që garanton konservimin dhe ruajtjen e tyre, por që garanton që këtë të mirë që ne e gëzojmë sot, ta gëzojnë dhe brezat e ardhshëm në Shqipëri për shkak të po ashtu një detyrimi tjetër kushtetues që është solidariteti social, që ne brezave të ardhshëm t'ju lëmë diçka më të mirë se ajo që kemi jetuar vetë dhe jo thjesht një resort, një hotel dhe një strukturë ndërtimore e cila vjen për interesat e një oligarku në pushtet dhe jo për interesin publik. Ndaj ne do të vazhdojmë seancën sot dhe patjetër do t'ju njohim në vimësi me vendimarrjet e gjykatës kushtetuese
dhe urojmë që gjykata kushtetuese të jetë në lartësinë e detyrës që ka, të shikojë provat dhe faktet, të ndjekë interesin publik dhe të marrë një vendim siç e duan gjithë shqiptarët dhe siç e kërkon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Shumë faleminderit.